Kursantët e programit të zhvillimit të sportit kombëtar në basketbol sot në mesditë kanë marrë certifikatat e tyre. Ka qenë një bashkëpunim mes Federatës Shqiptare të Basketbollit, Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Solidaritetit Olimpik dhe Federatës Botërore të Basketbollit. Ky program është zhvilluar për gjatë viteve 2015, 2016 dhe 14 nga 20 të diplomuar kanë marrë certifikatat e tyre, si dhe zarfin me vlerësimin real të nivelit të tyre nga Federata Botërore e Basketbollit. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit, Korab Llazani, ka shpjeguar zhvillimin e këtij kursi. Ne kemi përgatitur certifikatat për pjesëmarrjen dhe njëkohësisht bashkë me certifikatat kemi dhe zarfin për klasifikimin që trajnerët, ekspertët e huaj kanë bërë për ju. Presidenti Ponari ka uruar të gjithë trajnerët e rinj dhe ka shpresuar që pas 10 vjetësh të gjithë këta të jenë në krye të ekipeve të rriturve, pse jo dhe në krye të kombëtares. Falenderojmë këtë rast edhe Komitetin Olimpik për mbështetjen, për përkrahjen dhe shpresojmë që do jenë akoma më afër nesh edhe në projekte të tjera, në mënyrë që të arrijmë ato synimet për cilët ne kemi vendosur. Ju urojmë suksese. E të diplomuarit ishin Geri Biçoku, Klevis Kaso, Klevis Çomo, Anisa Jani, Elidon Beqo, Geraldo Osmani, Altin Çiço, Fatma Halili, Giulio Isufi, Eugene Shaqiri, Hermiona Çuko, Angel Spahiu, Eni Llazani dhe Melsin Lazimi. Në dorëzimin e certifikatave, përveç presidentit Ponari dhe sekretarit Llazani, ishin dhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Viron Bezhani dhe sekretari i përgjithshëm i institucionit më të lartë të olimpizmit shqiptar, Stavri Bello.